Fjala munafik. Çfarë do thot munafik arabisht? Do thot hipokrit ose dyftyrës. Kështu në përkthim të lirë. Mirë po qëllimi kur përmenden munafikët në tekstet e Kuranit dhe Sunetit, është për njerëz të cilët e fshehin kufrin në zemër dhe shfaqin imanin në fjalë dhe vepra të dukshme. Do të thonë shfaqen si musliman, kurse në realitet janë mosbesimtar. Dhe është quajtur me këtë emër, do thotë etimologjikisht është në gjuhën arabe, ka kuptim, do thotë nuk është pra emërtimi i rastësishëm. Ka rënjën e njëjtë me fjalën nefaq, që do thotë tunel. Pra arabisht nefaq, do të thonë tunel. Dhe kjo duket sigur dikush që ka fshehur në brendësi diçka, kurse në pamjen e dukshme është, do të thonë, diçka tjetër. Dhe ky emër përdoret për një kafshë të shkretirës, që quhet arabisht jerbuar ose xherbuar, që është një lloj prej minjve të shkretirës, i cili e bën folen ashtu me disa tunele. Edhe hyrjet e tuneleve i mbulon me dhe të lejtë, do thotë, edhe nëse ka rrezik, do të thënë nga hyrja kryesore, del nga këto daljet ose hyrjet anësore, që janë të mbuluara, nuk duken. Edhe për këtë shkak arabët i kanë thonë përpara nafeqa, ose kanë thonë nafuk, do të thonë xherbuit, këtij mijut, ja e kanë quajtur me këtë emër, se është, do të thonë, që mbulon diçka që në brendësi ka diçka tjetër. Do të thonë me këtë kuptim është përdorur fjala munafik. Pra i kanë thonë nafiqa gjithashtu, nafiqa xherbuit, ose tuneleve të tij. Kështu që në këtë aspekt është i krahasuar munafiku me këtë kafshë. Në përgjithësi, pra arabisht, kjo rrënjë nefaqa, do të thonë me këto 3 shkronja, do thotë fshehje të diçkaje dhe mbulim të diçkaje. Pra, kuptimi është se munafiku mbulon në zemër me fjalët dhe me veprat e tij, mbulon diçka që nuk e shfaq, do të thonë në të dukshme në njerëzve. Ajo që e mbulon është kufri dhe mosbesimi ose dyshimi, kurse e shfaq me maskën e tij me fjalë dhe me vepra, shfaq iman edhe islam.